Erdogan, jam arritur nga duart e një nëne shqiptare. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka pritur në një ceremoni zyrtare presidentin e Shqipërisë, me të cilin mbajtje edhe një konferencë të përbashkët. Presidenti Erdogan ndau edhe një detaj nga fëmijëria e tij. Presidenti turk tha se është rritur nga duart e një nëne shqiptare. Kjo pasi në lagjen ku ai u rit kishte mjaft komshinj me origjinë shqiptare. Në vendin ku kam lindur unë, komshit e parë i kemi pas shqiptarë, mund të them se jam rritur në duart e nënës shqiptare. Ishte një familje mrekullueshme dhe i falenderoj për kujdesin që kishin ndaj meje si fëmijë, është shprehur Erdogan. Mes shumë çështjes, presidenti i Turqisë tha se do të investojë më tepër në sistemin e arsimit.